2 maj 2001, ora 15. Në fshatin Slupçan të Likovës u shpall zonë e lirë, dita e fillimit të luftës së UÇK-s në Karadakun e Kumanovës, nga Brigada 113, e njohur si Brigada Jesmet e Jasharit apo Komandant Kumanovës, që atëherë çdo vit tradicionalisht banorët e fshatit Slupçan dhe më gjerë përkujtojnë një nga datat më të rëndësishme në historinë e re të kësaj zone, ditën kur kjo zonë u shpall e lirë. Në manifestimin e kësaj date dhe në simbolikën orës 15 marrin pjesë ish luftëtar të UÇK-s, veteran të luftës, invalid, familjar të dëshmorëve të rënë në altarin e lirisë, si dhe mysafir të shumtë nga të gjitha trojat shqiptare, po ashtu përkujtohen të gjitha ata që ranë dhe u flijuan për çështjen kombëtare në luftën e 2001-shit me emblemën e UÇK-s. Slupçani, si një nga qendrat kryesore të qendresës gjatë vitit 2001, ka ruajtur gjallë kujtesën kolektive përmes brezave. Sot ky fshat është simbol i identitetit, rezistencës dhe aspiratës për barazi dhe drejtësi. Më 2 majin e para 24 vitesh, territori i Kumanovës së Likovës ishte shpallur zonë e lirë, ku më pas për disa muaj me radhë u zhvillua luftë e ashpër midis forcave të UÇK-s dhe forcave të sigurisë së Maqedonisë, deri në nënshkrimin e marrëveshjes Kornisë të Ohrit.